Në Galerinë e Artit Digital u mbajt koncerti i korit të rinjve Z+, në ndërtimin e dirigjentit Bledi Polena. Aktiviteti solli përpara publikut një formacion të ri koral, i cili bashkon zëra të rinj me një frymë të përbashkët muzikore. Koncerti u karakterizua nga energjia, emocionet dhe interpretimi i ndjeri këngëve, duke krijuar një atmosferë të veçantë artistike. Zërat e rinj u ndërthurën harmonikisht, duke dëshmuar potencialin dhe pasionin e të rinjve për muzikën korale. Kemi rreth 1 muaj, 2 muaj që po punojmë për këtë koncert. Fatmirësisht shkoi shumë mirë. Ne u njohëm dhe u bëm shok me njëri tjetrin të gjithë. U përpoqëm që të përfshinim jo vetëm repertor modern edhe të kohës të huaj, por edhe serenata tona të bukura dhe kryesisht këngë Krishtlindjesh dhe për atmosferën e festave. Eksperiencë e bukur, për mendimin tim edhe diçka që na sjell të gjithëve bashkë, në fakt ishte emocionale me shoqet edhe kemi shumë respekt dhe për profesorat. Jam shumë e lumtur sot, publiku ishte shumë aktiv edhe unë kënaqesh. Përmes këtij aktiviteti, kori Z+ përcolli mesazhin e bashkimit përmes artit, ku zëri shndërrohet në gjuhë të përbashkët, komunikimi dhe muzika në një përvojë që lidh emocionet me hapësirën bashkëkohore të artit digital. Koncerti u prit me interes nga publiku dhe u vlerësua si një hap i rëndësishëm në promovimin e talenteve të reja dhe zhvillimin e jetës kulturore në qytet.